nur ein paar Meter hinter dem Bombenkrater liegt. Er hat eine 13-köpfige Familie. Jede Nacht, wenn die NATO-Bomben fallen, hat der Serbe Angst um seine Frau und seine Kinder. Wie ist für Sie die Lebenssituation geworden? Genau, für alle Leute, ne? Für die Leute in Jugoslawien, die Leben ist so schwer, verstehen Sie mich? Bombe ist Bombe, Krieg ist Krieg. Die NATO-Schläge auf Dörfer sind für alle gleichermaßen bedrohlich. Und dann zeigt mir Žiko Jović am 47. Tag der NATO-Bombardierung, wie er versucht, verzweifelt mit seiner Familie zu überleben. Alles 13 Personen, wir verschwinden in eine Bunker in den Boden. Vor Wochen, als die Bomben immer näher kamen, hat er für die ganze Familie in einem Erdloch einen primitiven Bunker gebaut. Matratzen auf dem Boden, das Erdloch hat Stehhöhe. Er führt uns vor, wie er hier mit Frau und Kindern die Bombennächte zubringt. Skurrile Situationen, furchtbare Eindrücke. Dhe nga Zvicra të ndëgju eto pa hekit e poplit e të fëmijëve, të nanëve tona, vendosa që të përgjigjna mobilizimit përgjithshëm të shtrisë shqiptare. Dhe sa më parë të shirojnë vendin e të vendosëm një herë për gjithmonë të melet tona Kosovës. Gjona vjen hane, fshatin nga sel. Mund të shërbej vetëm aspiratave sërbe për spastrimin etnik të Kosovës dhe është humbje e mbështetjes së luftëtarëve të lirisë. Prandaj, para se të vendosim të shpërngulemi, do të mendojmë seriozisht për pasojat. Madje ato që janë shpërngulur do të mendojnë se si të kthehen. Nuk duhet pritur çlirimi i Kosovës për të kthyer atë dheu në thoret o sot o kurr, thuhet në këtë njoftim të Kosova Presit. 15 autobuse me kosovar janë nisur sot rreth orës 8:30 nga Kuksi për në rrethet e tjera të Shqipërisë në kuadër të evakuimit masiv të tyre. Në pritje të nisjes janë edhe 25 kamion të ushtrisë shqiptare, ndërkohë që rreth 50 kamion të NATO-s janë vendosur pranë divizionit ushtarak të Kuksit. Në ditën e parë të evakuimit masiv të kosovarëve nga Kuksi janë transportuar 7.000 persona dhe po kaq mendohet se do të evakuohen edhe sot. Burimet e NATO-s njoftojnë se sot filloi ndërtimi kampeve në Shqipëri për të akomoduar deri në 60.000 të ardhur nga Kosova që do të merren nga Maqedonia. General Lejtnant John Wright, komandanti i aforit, tha se forcat po kërkojnë vende për ngritjen e kampeve për refugjatët që do të sillen nga Maqedonia. Televizioni shqiptar, një nga portat e pritjes për lehtësimin e dhimbjes kosovare, një rrugë kërkimi për mirat e kosovarëve të humbur në luftë. Nuk është i vetmi. Stacione private, lokale, anë e mban Shqipërisë, paraqiten sot të angazhuara për ndihmë. Por, pikërisht në këto momente të vështira, televizioni shqiptar po konfigurohet ndoshta më tepër se kurrë me vlera reale kombëtare. Njëri nga departamentet e tij, ai i programacionit, një nga detyrat prioritare ka sot pritjen e njerëzve hallexhi që me anë të ekranit në formën e titrave apo edhe të njoftimit të lexuar nga spikeri vjen në kërkim të njerëzve të tyre të afërm të humbur në luftë. Ky shërbim i televizionit shqiptar ofrohet sot në ndihmë të vëllezërve tanë, duke dalë jashtë rregullave të mekanizmit të tij financues, domethënë pas një lloj përfitimi. Shërbim humanitar i ofruar falas. Natyrshëm televizioni ynë, i vetmi me difuzion në të gjithë Shqipërinë, ka marrë sot ngjyrat e një tempulli ku njerëzit e vrarë shpirtërisht gjejnë pak ngushëllim. Ka raste të shpeshta, kur porta e këtij televizioni hapet edhe për fëmijë kosovar të gjetur nga qytetarë të Tiranës dhe bëhet ç'është e mundur, do e mos nëpërmjet fuqisë së ekranit, që fëmia i humbur të ribashkohet me familjen. Ka dy mënyra për të sjellë njoftimet kërkuese. Mund t'i sillni ato personalisht me shkrim në sportelin e televizionit shqiptar ose të telefononi në numrin 560 43. Brenda vitit janë vrarë mbi 700 shqiptar në rrethinat e Klinës, kurse për mungesë ushqimesh ditët e fundit në malet e Tushilës kanë vdekur 4 foshnjë. Municione kurse një i është konfiskuar si dhe i është shkatëruar një